Nuk ka fjalim që mundet me thënë me fjalë atë që po ndjej në këto momente. Megjithatë do të provoj. Kryetar Abdi Xhiku, i dashur Lumir, shumë të dashur motra e vlezër. Motra e vlezër kemi qenë gjithmonë, mirë se ju rigjeta. Për muaj të tërë, kemi ecur bashkë me qytetarët anë e kënd Kosovës. Na i hapën dyert e shtëpive, na i hapën zemrat e tyre, i dëgjuam hallet e tyre, pam zhgënjimin e sinqert, por mbi zhgënjimin, në sytë e tyre, gjetëm edhe një dritë, gjetëm thirrjen për shpresë. Kudo, në çdo fshat, në çdo qytet, në çdo rrugë, në çdo prag shtëpie, në çdo shtrëngim duarsh, në çdo përqafim, kishte vetëm një mesazh, një zë: kthehu në shtëpi. Dhe sonte para jush, nga thellësia e shpirtit dhe në çdo rrahje të zemrës, dua t'u them zemërplot, po kthehem në shtëpinë time. Po kthehem këtu ku nisi ëndra jone e përbashkët, për Kosovën e lirë, të pavarur dhe demokratike, e në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është e vërtet që kemi pasur dallime, kemi pasur edhe mospajtime, por disa lidhje nuk i hup, as nuk i kput, as koha, as distanca e as politika, sepse ka pasur gjithmonë diçka më të fortë se të gjitha ato, një besim i përbashkët, një rrënjë e përbashkët, një ideal që ende ja kemi amanet këtij vendi. E pavarësisht dallimeve, ne kur nuk kemi qenë të huaj për njëri tjetrin. Në një familje politike, afërsia asnjëherë nuk matet nga mungesa e mosmarrveshjeve. Ajo matet me aftësinë për ta gjetur përsëri rrugën tek njëri tjetri. Sepse familja nuk është vendi ku gjithmonë pajtohesh, por është vendi ku gjithmonë përket. Dhe sot ky ribashkim është dëshmi se ne dim të jemi më të mëdhenj se ndasit tona, se dim ta kuptojmë njëri tjetrin dhe të ecim përpara së bashku. E po bashkohemi sot jo si pjesë të njëjta të trungjeve të ndryshme, por si pjesë të ndryshme të njëjtit trung. Po bashkohemi sot për të vazhduar idealin që thret për bashkim, për një Kosovë të fortë brenda, e lidhur ngushtë me Amerikën jashtë, një Kosovë ku interesi shtetëror gjithnjë e mund kalkulimin politik, një Kosovë që ndërton ura e nuk i pren në besë as aleatët brenda e as aleatët tonë të lirisë. Një Kosovë ku suksesi vendit ton është vlerë e jo arsye për eliminim politik. Dhe pikrisht sot,
Sot po i përgjigjemi thirrjes për këtë amanet rrugovist, me përullësi, me vendosmëri, e me nderin më të madh. E pranoj përgjegjësinë që ma dhat. E pranoj nominimin për të udhëhequr bashkë me të gjithë ju kapitullin e ri të Kosovës. E pranoj besimin për të qenë kandidatja juaj dhe popullit të Kosovës për presidente të Republikës së Kosovës. Ndërka që ju sot pranoni besën time, pranoni vullnetin tim, pranoni zotimin tim të palëkundur, se Kosovën do ta rikthejmë në lartësinë e vizionit të atit ton themeltar, atin e Republikës son Dr. Ibrahim Rrugovës. Këtë rikthem do ta bëjmë si pjesë të kësaj shtëpie të madhe politike, kësaj shtëpie të përbashkët, të shtëpisë ku ndërtua filozofia që e bëri Kosovën shtet, ku ndërtua miqësia e përhershme me Amerikën, ku ndërtua aleanca me Perëndimin, ku ndërtua dinjiteti i kësaj republike. E nuk ka thirrje më fisnike se sa ti shërbesh një kauze që është më e madhe se vetvetja. Sepse kjo republik është më e madhe se çdo mandat, çdo individ e çdo parti dhe më e fortë se çdo moment politik. Dhe sot para Kosovës janë dy rrugë. Njëra është rruga e izolimit, e krizës përhershme, e propagandës që na i shan edhe njerëzit në varr, e patriotizmit të rrajshëm që bërtet shumë në shtëpi, por hesht dhe ka frikë para armiqve. Që kërcnojnë ta dërgojnë vendin në zgjedhje çdo 3 muaj, sepse nuk ngopen kurrë. Rruga e atyre që e shndrojnë në mision eliminimin e çdo njërit që Republikën e vendos para çdo interesi partijak e ideologjik. Rruga e atyre që e dërguan vendin në zgjedhje të panevojshme, e ja refuzuan popullit 51% vetëm për të eliminuar një presidente që ulet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kurse rruga tjetër është rruga e amanetit të Rrugovës, është rruga e shtetit serioz, është rruga e aleancave të forta, e respektit ndërkombëtar, rruga e Kosovës që nuk përkulet kurrë, por as nuk vetizolohet, e Kosovës që u ndërtua nga populli i saj me mbështetjen e mërgatës sonë të jashtëzakonshme. E unë sot bashkë me ju kam zgjedhur këtë rrugë. Kam zgjedhur këtë rrugë për t'ja hapur bashkë një kapitull të ri Kosovës. Prandaj është nder i veçantë që do t'i prim kësaj liste së bashku me Lumirin si kandidat për kryeministër. E ne të dy së bashku me secilin prej jush dalim para vullnetit të popullit ballhapur. Dalim ballhapur, por po ashtu zotohemi para jush, se kur nuk do ta bllokojmë shtetin ton
për interesa politike e aq më pak për pozita, sepse pushtetin nuk e kemi me patjetër. Me patjetër, vetëm një gjë që e kemi me patjetër, është mbrojtja e Republikës sonë. Të dashur, të pranishëm, si që dini me 4 prill përmbylla mandatin tim si presidentja e 6 të Republikës së Kosovës. Dhe këtë detyrë e kam mbajtur me nder, me dinjitet dhe përgjithësi. Çdo shkronjë vendimeve të mia, çdo fjalë diskutimeve anë kënd botës, ka qenë vetëm në interes të Kosovës dhe të qytetarëve saj. E për këtë përgjigjem para popullit dhe para Zotit. Pes vite shërbim, 5 vite betej, 5 vite me zë të fuqishëm që jehojmë me të vërtetën e Kosovës kudo në botë. 5 vite forcë për t'i ballafaquar dhe për t'i turpruar armiqtë tanë. Prandaj ky përkushtim nuk do të ndalet sado që dikush mund ta dëshirojë një gjë të tillë. Sepse faktet janë kokëforta dhe janë në anën tonë. Janë në anën tonë. E vërteta është në anën tonë. Ne kemi veç të vërtetën. Ata kanë veç propagandën. Dhe këto fakte dëshmojnë punën tonë edhe atëherë kur ne thyem murin e njohjeve për Kosovën. Edhe atëherë kur ngritëm Kosovën në piedestal ndërkombëtar si shtet themelues në bordin e paqes për krah Amerikës. Edhe atëherë kur janë mbyllëm dyert Serbisë. Edhe atëherë kur zëri vuajtjeve të Kosovës u dëgjua anëkën të Kosovës. Edhe atëherë kur mbrojtëm sovranitetin e integritetin territorial me çdo kusht, asnjëherë duke mos u përkulur para asnjë presioni. Sepse sovraniteti nuk është parull politike sa herë i duhet dikujt për duar trokitje, por është amaneti më i shenjtë që e kemi nga dëshmorët, që e kemi nga martirët, e sakrifica e një populli të tërë që qëndroi në këmbë edhe në kohët më të vështira. Kush do ta kishte imagjinuar para 5 viteve që forca jone sigurisë, që ushtria jonë do t'jetë ndër vendet e para në botë, që ftohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta mbrojtur paqen në botë, e që ushtari i Kosovës aftësohet për krah ushtrisë amerikane për të bërë shtet i NATO-s. Për herë të parë pas shumë vitesh, Kosova nuk shtihej më në arenën ndërkombëtare vetëm përmes plagëve të së kaluarës, por edhe për sukseset dhe arritjet e saj në arenën ndërkombëtare. Por, siç e keni parë, ka nga ata që nuk i dojnë afër alatët që e mbrojnë Kosovën. Ka nga ata që ushqehen nga kriza e kaosin në kurriz të shtetit. Ka nga ata që e quajnë veten të pazëvendësueshëm pikërisht duke mbajtur qytetarin peng të frikës e viktim të linçimeve. Kush do të kishte imagjinuar 27 vjet pas luftës që dikush do të konsiderohet si pengesë vetëm sepse i ka hapur dyert Kosovës. Të konsiderohesh si pengesë kur flamuri i Kosovës nisi të ngrihej lart në forume botërore ku dikur as nuk naftonin. Pengesë nga ata që nuk e ngrenë dot këtë flamur as brenda forumeve të tyre të brendshme e lëre më në forume ndërkombëtare. Të konsiderojnë si pengesë kur partneriteti me SBA u bë më i fortë se kurrë. Kur BE-ja nisi të heqte masat kundër Kosovës. Kur rruga drejt NATO-s nuk ishte më slogan, por proces real e i mbështetur nga aleati ynë strategjik. Kush do ta kishte imagjinuar se të gjitha këto bëhen pengesë dhe frikë e arsye për blokadë të shtetit ton dhe zgjedhje të panevojshme.
Kush do ta kishte imagjinuar që konsiderohesh pengesë sepse do Kosovën si shtet, ku ushtari i Kosovës mbron paqen krah për krah me ushtarin amerikan, e jo si një shtet ku politikan të caktuar thonë se bond stilit duhet t'i qesim e t'i kërkojmë qira. Një shtet Një shtet serioz nuk i fyen miqt. Një shtet serioz nuk i teston aleatët e liris, por punon bashk me ta në mbrojtje të sovranitetit, integriteti territorial dhe kushtetutshmërisë së vendit tonë. Sepse historia jona dëshmon se sa herë kemi qenë pranë aleatëve tanë, kemi fituar. E sa herë egoja është vendosur mbi shtetin, kemi paguar çmim të lartë. Pra, po e kuptoni tani që ata presidencën e donin si një simbolik, e donin si një hiq, e jo të fort si që na la amanet presidenti Rugova. Ata e donin presidencën për fjalime, jo për rezultate. Ata e donin presidencën si inexistente, si një OJQ, si një cop letër, e jo si një institucion që ngrit Kosovën pjedestal para syve të botës. Ata e donin presidencën veç në deklarata, jo në tavolina të vendimarrjes botërore. Ata e donin duke trokitur në organizata ndërkombëtare, po jo duke ushtruar ndikim në to. Dhe kur Kosova filloi të ngritej lart e më lart, rrugtimi u bë i vështirë e më i vështirë. Dhe për çudi, pengesat nuk vinin vetëm nga armiqt e njohur, por edhe nga miqt e shtirur, Kur Amerika donte të ndihmonte Kosovën për të forcuar pavarësinë e saj energjetike, u sabotuan projekte strategjike e si rezultati kësaj sot rëndojnë këto jetën dhe xhepin e qytetarëve. Kur ftohesha në Këshillin e Sigurimit e në samitin e NATO-s, kërkesat më të mëdha për mos pjesëmarrjen time vinin pikërisht nga brenda Kosovës. Dhe kështu duke menduar se më godisnin mua, e godisnin Kosovën. Pra më shumë shpenzim e energji për pengesa e blokada se sa për fitore diplomatike. Dhe atëherë kupton se nuk je përballë një dallimi politik normal. Je përballë frikacakëve. Je përballë frikacakëve të cilët i druhen forcimit të Kosovës. Je përballë frikacakëve të cilët e hedhin gurin e fshehin dorën. Je përballë dy mentaliteteve krejt të kundërta. Dy mentalitete krejt të kundërta shtetërore. Njëra që e izolon Kosovën, e njëra që ja hap Kosovës dyert e botës dhe njëkohësisht mbron sovranitetin e shtetit. Por, ka një gjë që historia e këtij populli na e ka mësuar gjithmonë. Rrugët e mbyllura nga frikacakët gjithmonë hapen nga populli. E është populli që e di të vërtetën. Është populli që e njeh punën të cilën asnjë propagandë, asnjë linçim, asnjë manipulim nuk do të mund ta zhbëj kurrë. Është populli që e kupton se kur një rrugtim i mirë për Kosovën ndërpritet padrejtësisht, ai nuk zhbëhet. Rikthimi është edhe më i fortë, rikthimi është edhe më i qartë, rikthimi është edhe më i vendosur e më i lidhur me zemrat e njerëzve. Prandaj jam sot këtu. Sepse rruga ime politike nuk ka qenë kurrë vetëm rruga ime. Ka qenë rruga e qytetarëve që e duan një Kosovë më të drejtë, më të fortë dhe më të respektuar. Ka qenë rruga që e fillova pikërisht këtu, në mesin tuaj. Dhe prandaj betejë jonë vazhdon. Askush nuk mund ta ndalë dot. Askush. Sepse ky popull mund të përballet me dhimbjen,
mund të zhgënjehet, mund të lodhet, por kur nuk dorëzohet. E kur qytetarët janë të vendosur, nuk ka pengesë që i ndalë, as linçim, as propagandë, as frikë që i kthen ata prapa. Sepse Kosova nuk e ka luksin që të ecë prapa. Kosova ka vetëm një drejtim, përpara. Andaj ky nuk është një bashkim për pushtet. Ky është bashkim për shpresë. Një shpresë që nuk ndërtohet mbi frikë, por mbi guxim. Guximin për ndërtuar institucione që zgjasin më shumë se mandatet tona. Mbi guximin për të folur me njëri tjetrin e jo për njëri tjetrin. Guximin për të ndërtuar, respektuar mendimin e njëri tjetrit dhe jo për ta urdhëruar dhe friksuar tjetrin. Guximin për ta parë shtetin jo si pronë të partisë, por si amanet qytetar. Sepse Republika nuk është pronë e një njeriu, as e një partije të vetme. Republika është e popullit, është e përbashkët dhe na don e i duhemi të përbashkuar. Ne e dim se Kosova nuk ka mungesë potenciali, por ta ruajmë nga ata që potencial të vetëm e kanë pengesën dhe krizën. Kosova ka nevojë për drejtim, e jo për stagnim, për stabilitet, për seriozitet, për një vizion që nuk ndryshon me stinët politike. Ka nevojë për horizonte të reja e të guximshme strategjike. Dhe unë besoj me gjithë zemër se kjo është e mundur. Sepse për këtë kam punuar dhe besuar gjithmonë. E besoj sepse kam parë forcën e këtij populli në ditët më të vështira. Andaj, nuk mund ta përmbyll ndryshe, përveç se duke ju thënë, faleminderit nga thellësia e zemrës. Faleminderit Faleminderit për zemrat e hapura, për duart që u zgjatën pa hezitim në momentet më të vështira, për syt plot shpresë që po i shoh sonte këtu, për fytyrat që sot nuk mbajnë vetëm buzëqeshje, por mbi të gjitha reflektojnë kthimin e një besimi, për qëndresën tuaj të heshtur por të pathyeshme, për besimin e pashoq, e mbi të gjitha për dashurinë ndaj Kosovës sonë. Unë besoj fuqishëm se përgjigja gjendet pikërisht këtu, tek njerëzit që e kanë guximin të bashkohen, jo për veten e tyre, por për Republikën. Tek ata që e kuptojnë rëndësinë e të vërtetës, e jo të atyre që struken e zhyten në labirinthet e hijeve të errta për të na humbur edhe shpresën. Dhe prandaj sot, ju ftoj të gjithve, jo vetëm të besoni përsëri tek ne, por të besoni tek njëri tjetri. I ftoj edhe të tjerët që nuk janë sonte këtu, që t'i bashkohen këtij rrugtimi. Lista që po e ndërtojmë është shtëpia e çdo qytetari që beson në shtet, që beson në Zot, që beson në familje, që beson në demokraci dhe që beson në aleanca. Kjo është lista ku për herë do të fitoj, jo individi, por Republika. Republika e Kosovës është ajo që na ka bashkuar gjithmonë rreth kësaj shtëpie dhe ajo që po na bashkon sërish. Sepse në fund të fundit nuk ka rëndësi sa larg shkon. Nëse zemra jote e di gjithmonë se ku është shtëpia jote. Dhe për mua, kjo është shtëpia ime. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Zoti e bekoft Kosovën dhe qytetarët e saj
Zoti e bekoft Kosovën dhe aleatët tanë, e ftoj Lumirin edhe njëherë në skenë. Faleminderit nga zemra.